Faleminderit zonja Çapja, ftoj në podium zotin Jonathan Pano. Të nderuar demokrat, të nderuar delegat të Kuvendit Kombëtar, miq, bashkëpunëtar në këtë betejë, nderuar profesor Berisha, jam i bindur që sot nuk kemi mbledhur vetëm për një proces të brendshëm partie. Nuk kemi mbledhur vetëm për emra, struktura apo për procedura. Sot jemi për të folur për drejtimin që duhet marrë Partia Demokratike dhe më shumë se kaq drejtimin që duhet marrë edhe Shqipëria. Shqipëria sot nuk ka nevojë vetëm për një opozitë më të zëshme. Ka nevojë për një opozitë të ri për të rirë, më të vendosur, më të rrënjosur tek vlerat. Ne nuk mund të jemi thjesht kundër një qeverie, por ne duhet jemi pro një vizioni, duhet jemi pro familjes, pro lirisë, pro pronës, pro meritës, pro besimit, pro kombit, po më e rëndësishme pro Shqipërisë. Unë besoj se Partia Demokratike duhet të kthehet me guxim tek identiteti i saj natyral, tek vlerat konservatore që kanë mbajtur këtë vend në këmbë edhe në kohët e saj më të vështira, tek besimi tek Zoti, tek familja dhe tek kombi. Këto nuk janë sloganet vjetra, por janë themelet mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e shëndetshme. Sepse kur humbet besimi, humbet morali publik, kur sulmohet familja, dobësohet shoqëria, kur dobësohet kombi, largohet rinia. Dhe kur largohet rinia, Shqipëria nuk humbet vetëm popullsi, por humbet të ardhmen e saj. Shpesh flasim për shpopullim. Për shpopullimin nuk është vetëm një statistikë që del nga Instat apo Eurostat në letër. Vetëm në 2024 mbi 100.000 shqiptar janë larguar dhe i kanë thënë lam të mirë në Shqipërisë. Kjo do të thotë çdo 5 minuta një person është larguar. Shpopullimi është karrigja bosh në tavolinën e çdo familje. Është lagja ku nuk dëgjohen më fëmijë duke luajtur. Është shkolla e cila po mbyllet. Është prindi që po plaket vetëm. Është njeriu që nuk ikën sepse nuk e do Shqipërinë, por sepse nuk sheh më mundësi këtu. Dhe këtu nis betejë jonë. Ne duhet i themi shqiptarëve qartë. Partia Demokratike nuk do të ndryshoj vetëm qeverinë që e ka vjedhur dhe e ka varfruar këtë vend. Do t'i themi stop ideologjisë gjinore në përshkolla. Do t'i themi stop terapive hormonale transgjinore që përshtyhen si agent wokiste. Do t'i themi stop vjedhjes së shqiptarëve. Do t'i themi stop shpopullimit. Partia Demokratike duhet të rikthejë shpresën që jeta të mund të ndërtohet këtu. Që një njerëz mund të punojë këtu, që një familje mund të rrisë fëmijët e saj këtu. Që një sipërmarrës mund të hap biznes dhe të mos bezdiset nga taksidarët për t'i vënë gjoba. Që një student mund të ëndërrojë pa menduar biletën e avionit si planin e vetëm të suksesit. Këshillin Bashkiak të Tiranës, unë e kam parë nga afër se si ndodhin keqçeverisjet. Ajo ndihet tek taksat që rritet, ajo ndihet tek incineratori që nuk ekziston, ndihet tek familjet që paguajnë më shumë për marrin më pak, ndihet tek vendimarrja që bëhet larg njerëzve, pa transparencë dhe pa përgjegjësi. Prandaj besoj forca politika duhet fillojë nga njeriu, duhet fillojë nga familja, nga qytetari i zakonshëm, nga të ndershmit që paguajnë detyrimet e tyre dhe nuk kërkojnë privilegj, por kërkojnë drejtësi. Por për ta bërë këtë ne duhet kemi kurajo brenda vetes tonë. Partia Demokratike duhet jetë shtëpia e njerëzve të lirë, e njerëzve që besojnë tek prona, që besojnë tek tregu i lirë, tek shteti i kufizuar, tek familja e fortë, tek arsimi cilësor, tek meritokracia dhe tek dinjiteti kombëtar. Ne fitojmë kur jemi vetvetja. Dhe kur flasim qartë, kur kemi parime, kur mbrojmë atë që besojmë, edhe kur është e vështirë, edhe kur na sulmojnë, edhe kur na etiketojnë. Unë nuk besoj në një politikë që ka frikë nga vlerat. Besoj në një politikë që i thot gjërat me emër. Familja është institucioni i parë i shoqërisë. Prindi duhet inkurajuar. Fëmia duhet mbrojtur, jeta duhet vlerësuar, liria duhet garantuar dhe kombi duhet dashur. Dhe kjo nuk do të thotë që ne duhet përjashtojmë dikë, përkundrazi. Do të thotë që të ndërtojmë një shoqëri ku njeriu ka rrënjë, ku familja ka mbështetje, ku njeriu ka arsye të qëndrojë dhe politika nuk tallet me qytetarin, por i shërben atij. Të nderuar demokratë, unë besoj që ne jemi përpara një betejë të madhe. Ne kemi përpara një betejë të madhe dhe kjo betejë nuk fitohet me zemrim, fitohet me organizim, fitohet me ide, fitohet me karakter, fitohet me njerëz që nuk hynë në politikë për të pasuruar, por hynë për të shërbyer. Dhe ne duhet të hyjmë në këtë betejë
në forume, në këshilla bashkiak, në komunitete, në universitete, në media, në familje, në çdo hapësirë ku formohet mendimi dhe ndërtohet e ardhmja. Kemi nevojë të ndërtojmë një sistem kapilar të demokratëve të rinj në çdo gjimnaz, në çdo universitet, në çdo klub sportiv, në çdo vend ku një i ri do të shërbejë dhe do të jetë pjesë e një lëvizje të madhështore. Ne duhet jemi forca që i thosh shqiptarëve që ne nuk ju premtojmë parajsën me fjalë boshe, por ju premtojmë një shtet më të ndershëm, një ekonomi më të lirë, një familje më të mbrojtur, një Shqipëri më dinjitoze. Dhe sot jemi për të folur për drejtimin që duhet marrë Partia Demokratike dhe më shumë se kaq për drejtimin që duhet marrë gjithashtu Shqipëria. Misioni nuk ka mbaruar, ai sapo ripërtërihet. Të kthehemi tek rrënjët tona, të kthehemi tek vlerat tona, të kthehemi tek njerëzit, të kthehemi tek Shqipëria reale. Tek ajo që Shqipëri që punon, që beson, që sakrifikon, që nuk dorëzohet, që e do familjen, e do Zotin dhe e do kombin. Dhe nëse ne kemi guximin ta bëjmë këtë kthim, atëherë Partia Demokratike nuk do të jetë vetëm alternativa e radhës, do të jetë shpresa e domosdoshme për këtë vend. Zoti e bekoft Partinë Demokratike, Zoti e bekoft shqiptarët kudo që janë. Faleminderit Zoti Pano. Diskutimi dhe fjala e Zotit Jonathan Pano ishte dhe